Përshëndetje. Më 18 mars 2024, Partia Demokratike ka kallëzuar në SPAK kryeministrin Edi Rama dhe të tjerë për aferën korruptive të Eko Park. Një shtesë kallëzimi përgatiti Partia Demokratike me fakte të reja për të njëjtën aferë që inkriminojnë edhe më shumë kryeministrin Edi Rama. Kronologjia e ngjarjeve vijon kështu. Edi Rama në bashkëpunim me koncesionarin e inseneratorit Tiranës, 6 muaj përpara se të hapi procedurat e nderuese për mbylljen e vend depozitimit ekzistues të mbetjeve të ngurta Eko Park Durrës, kontraktoi Casanova Hernandez në cilësinë e projektuesit për këtë investim Porto Romano. Më pas, në tetor 2019, drejtuesi Akum, Alqi Bllako, shpalli tenderin me vlerë 1.9 miliard lekë. Në 2 dhjetor 2019, Ministrja e Financave e kohës, Anila Denaj, i drejtohet me shkresë Akumit duke kërkuar anullimin e procedurës me justifikimin se fondet do të përdoreshin për tërmetin e nëntorit 2019. Anullimi i procedurës publikohet në buletinin e APP së datës 16 dhjetor dhe po në të njëjtën ditë Edi Rama në cilësinë e kryetarit të Komitetit të Emergjencave urdhëron që mbetjet inerte të tërmetit të depozitohen në Porto Romano dhe Akum tashmë të rihap me procedurë të përshpejtuar tenderin për ndërtimin e Eko Park. Në datën 27 dhjetor lidhet kontrata me subjektet Demare dhe Victoria Invest. Ndërkohë, para pak ditësh, në median Syri TV, u transmetuar një video inkriminuese që mbante datën 7 dhjetor 2019, ku shfaqet kryeministri Edi Rama duke vizituar kantierin tashmë të hapur në Porto Romano, ku kishin filluar depozitimet e mbetjeve të tërmetit e mbi të gjitha në video, kryeministri Rama komunikon me Elton Buallin, drejtuesin e kompanisë së inseneratorit Tiranës. Rama në këtë takim shfaqet duke urdhëruar punonësit e inseneratorit që të zbatojnë punimet sipas projektit dhe këmbgulte që Eko Park të hapej në datën 1 qershor 2021. Drejtuesi politik i qarku Durrës, zoti Oerd Bylybashi, kërkoi gjithashtu nga SPAK që të hetojë aferën duke marrë në konsiderat faktet e reja. Për transparencën e publikut dhe si fakt shtesë që vërteton se kjo aferë që i ka kushtuar buxhetit 1.9 miliard lekë, si dhe shumë të tjera, kanë emrin Edi Rama, bëjmë dije se në dosjen e SPAK për Velia Xoxa përmendet një emër, Jesus Hernandez. Personazhi Jesus Hernandez Major është njëri nga pronarët e kompanisë Casanova Hernandez Architects, degë e shoqërisë së huaj e regjistruar dhe në Shqipëri në vitin 2018. Kjo kompani ka kryer në Shqipëri gjithsej 21 projekte shumë të mëdha dhe sipas spending data ka përfituar deri tani 949.000 euro. Njëri nga këto projekte është edhe Eko Park Durrës. Partia Demokratike ngulmon në apelin e saj drejtuar SPAK që të hetojë faktet, sepse pas aferave korruptive qëndron vetë Edi Rama. Faleminderit.